Fëmijët mund të dëmtohen më shumë se sa mendojnë prindrit nëse gjatë pushimeve të Krishtlindjes qëndrojnë gjithkohës para telefonëve, tabletëve ose televizorit. Jay Maddox, profesor në Shkollën e Shëndetit Publik në Texas University, thotë se përdorimi i madh i pajisjeve elektronike gjatë pushimeve shkollore lidhet me problemet fizike dhe mendore. Fëmijët sot kalojnë shumë kohë në rrjetet sociale dhe lojre dhe kjo mund të shkaktojë ankth, depresion, obezitet dhe shëndet të dobët, thotë ai. Në Australi, fëmijët nën 16 vjeç nuk lejohen më të përdorin platformat kryesore të rrjeteve sociale si TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat dhe Threads. Ata nuk mund të krijojnë llogari të reja dhe profilet ekzistuese po çaktivizohen. Ky ndalim po ndiqet me kujdes edhe nga vende të tjera si Danimarka. Maddox sugjeron që prindit të rikthehen tek mënyrat e vjetra të kalimit të pushimeve, siç i kaloni fëmijët në vitet 1980 dhe 1990. Edhe në të ftohtë, fëmijët mund të bëjnë aktivitete të sigurta dhe të dobishme, si patinazhi, shëtitjet ose gjueti objektesh. Koha në natyrë ndihmon për humor më të mirë, për qëndrim dhe një sistem imunitar më të fortë. Një studim në Mbretërinë e Bashkuar tregoi se të paktën 120 minuta në natyrë çdo javë lidhet me shanse më të larta për shëndet më të mirë dhe mirëqenie. Maddox thotë se edhe pushimet të shkurtra jashtë, vetëm 5 minuta, janë të dobishme, sidomos në mëngjes.